Task Forca e Shoqërisë Renale të Ujësisë Kanalizimi në Shkodër po zhvillon kontroll në të gjitha subjektet, por dhe abonentët. Këto kontrolle janë duke u zhvilluar në bashkëpunim me Task Forcën e Agjencisë Kombëtare të Ujësisë lidhur me debitet e përpambetura, lidhjet e paligjshme në rrjet dhe implementimin e implanteve për trajtimin e ujrave të ndotura. Greta Fasko, inspektore Task Force, ka një apel për gjithë subjektet dhe abonentët që mund të kenë shpime që të ndajnë rrjetin tubacioneve nga ujësillësit për të shmangur gjuvat e mundshme. Task Forca Kukut ndodhet në mbështetje Task Forcës së Ujësisë Kanalizimi në Shkodër, në lidhje me inspektimin në terren të subjekteve ose abonentëve, të cilët rezultojnë me lidhje të jashtëligjshme, si dhe me debit të prapambetura. Gjithashtu, do të kontrollohen të gjitha subjektet të cilat kanë detyrimin ligjor që të bëjnë implementimin e implantit të trajtimit të ujrave të ndotura. Subjektet ose abonentët, të cilët përdorin ujin e rrjetit, si dhe ujin nga shtëpimi, kanë detyrimin ligjor që të tregojnë të kujdesshëm që të bëjnë ndarjen e të dyja linjave, pra të mos ketë një kryqëzim të linjave, në mënyrë që të shmangin masën administrative. Task Forca Kuk do të jetë vazhdimisht në territorin e Bashkisë Shkodër për inspektime të mëtejshme, pasi qëllimi jon kryesor nuk është vendosja e masave administrative, por bashkëpunimi i ngushtë me qytetarët dhe ndërgjegjësimi i tyre. Task Forca e Ujësisë së Shkodër së bashku me grupet e Akuk nga Tirana do të vijojnë këtë kontrolle pa ndërprerje të gjitha zonat e qarkut Shkodër.